Në fakt, orët kritike vijojnë për 6 vjeçaren e cila mbeti me plak pra ditën e djeshme pikërisht në një banesë në Malish ku fatkeqësisht u regjistruan edhe 2 humbje jete. Sa i takon informacioneve të fundit, çfarë kemi mësuar nga bluzat e bardha të Spitalit Pediatrik në Qendrën Spitalore Universitare në Terezda, vijon të jetë e njëjtë pra gjendja shëndetësore të miturës, nuk kemi përmirësim, nuk kemi as ndonjë reagim të miturës, e cila ndodhet e intubuar që prej orës 20 të mbrëmjes të dielës deri në këtë moment pra vijon të jetë e intubuar dhe në monitorim intensiv nga bluzat e bardha të Spitalit të Qësutës. Në fakt, në monitorimin e bluzave të bardha ndodhet duke sipas protokollit mjekësor përfshirë nga mjekët pediatër, po është nga mjekët reanimator, po edhe nga mjekët e djegje plastikës. Pasi si fillim, siç e kemi raportuar edhe më herët, 6 vjeçaria pas ndihmës së parë mjekësore në Spitalin e Korçës është transportuar tek djegje plastika në shërbimin e djegje plastikës në Qësutë dhe më pas për shkak të gjendjes së rënduar të 6 vjeçarës është parë nga ekipi mjekësor që duhet të intubohet në pediatri, në fakt pikërisht pasi është dhe spitali I cili merret më konkretisht me moshën pediatrike. Të pyetur në fakt bluzat e bardha dhe nëse shihet mundësia për të dërguar jashtë vendit të miturën për një mjekim më të specializuar, deri në këtë moment mjekët shprehen ende është herët, pra nuk kanë asnjë mundësi deri në këtë moment që mund të marrin një vendim kaq të rënd për ta transportuar jashtë vendit për shkak se gjendja është tepër kritike dhe nuk mund të hiqet nga intubimi dhe nga tubat e oksigjenit. Pra deri në këtë moment duhet të thënë që gjendja vazhdon të jetë e rënduar dhe në gjendje kritike dhe e mitura ndodhet pra e intubuar në pediatrinë e Qësutës. Joana, të falenderoj për këtë raportim dhe informacionet që përsole. Faleminderit.